Kryeministri Edi Rama gjatë këtyre ditëve ka realizuar një vizitë në Emiratat e Bashkuara Arabe. Gjatë vizitës në Abu Dhabi, Rama u prit në takim nga presidenti Sheikh Mohammed bin Zayed. Rama e cilësoi takimin vëllazëror, teksa shpreu bindjen e fortë se për paqëdashësitë e ndërtuesit të vullnetmir të së ardhmes, më e mira është e gjitha përpara. Vizita e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Abu Dhabi synon të përcjellë mbështetje dhe solidaritet të drejtë për drejtë me Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa rikonfirmon edhe një herë lidhjet miqësore mes dy vendeve. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Emirateve UAM, gjatë takimeve të dy palët të diskutuan mënyrat për të zhvilluar më tej marrëdhënien e bashkëshqipëri në sektorët prioritar, veçanërisht ekonomi, tregti, energji e rinovueshme dhe teknologji në interes të dy vendeve. UAM bëri të ditur se Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dhe Rama riafirmuan angazhimin e tyre për forcimin e mëtejshëm të lidhjeve dypalëshe, të cilat vazhdojnë të shohin përparim të qëndrueshëm dhe për zgjerimin e partneriteteve të zhvillimit për të nxitur rritje të qëndrueshme ekonomike që përmbushin aspiratat e të dy popujve për përparim dhe prosperitet.